Zotin, dhe Zoti edhe pas Ramazanit ka me egzistu e ne kemi me pas nevojë për Zotin edhe pas Ramazanit. E Ramazani është edhe pak e lum aj edhe ata të cilët e pritën këtë mysafir, ja dhanë hakun ashtu si duhet dhe gjithë besimtarët, gjithë ibadet gjinjet kanë mundësi me vazhdu me ibadete edhe pas Ramazanit. Zoti po na kërkon ashtu, na s'kemi ku me ikë, thot fa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Ne kemi me adhuru Allahun deri kur kemi mundësi me qërpik ton, me fal namazin. Ne deri me sy, me gjeste dhe me simptomat, lëvizjet të lehta të trupit kemi me adhuru Allahun xhelleshanu. Ashtu po thot Zoti, adhuroni Zotin deri kur të ju vije vdekja juve, deri kur t'ju vije ajo damari, lëvizja damarit, momentit fundit të vdekjes, e jo deri në natën e fundit të Ramazanit, e jo vetëm ndoshta në natën e Kadrit, por vazhdimisht, nga se pejgamberi alayhis salam neve po na mëson, po na thot, puna më e mirë e robit është ajo që ka bëhet pak, e cila bëhet në vazhdimsi. Pra ne ka pak, sikur në Ramazan që kemi dhënë zor dhe kemi dhënë mundin ton, maksimumin ton, padyshim që mas Ramazanit nuk kena me pas atë mundësi, se atmosfera shpirtënore nuk mbretëron mas Ramazanit, por nuk do ta kpusim krap me thon ta shkoj Ramazani dhe e presim tjetrin, nga se nuk e dim a do ta mrim tjetrin, a kemi më kon gjallë edhe shëndosh për me mri tjetrin, se shumë njerëz, duke fillu prej antarëve të familjes tonë, prej shoqënisë ngushtë, shumë njerëz nga viti i kaluar kanë qenë shëndosh, e kanë agjëruar Ramazanin. Këtë vit s'mujnë. Ka edhe të tillë që në Ramazanin e kaluar kanë qenë gjallë, këtë vit nuk janë. Për atë arsye nuk e kemi një garancion dhe ne vazhdojmë mas Ramazanit me adhuru Allahun xhelleshanuhu, dhe Ramazani shkon si agjërim fars, por neve na lën edukimin e agjërimit nafile vullnetar.